Ambasadori i OSBE-s në Shqipëri, Michael Taran, ka dhënë një sër mesazhesh lidhur me zhvillimet politike në vend, duke u ndalur te reforma zgjedhore dhe ajo territoriale, si dhe te debatet mbi sistemin përfaqësues. Ai pranoi se Komisioni i Posaçëm parlamentar dhe reforma zgjedhore ka humbur kohë për shkak të ritmit të ngandalë të punës, por përshëndeti rinisjen e procesit, duke veçuar rëndësinë e rregullimit të financimeve të partisë politike. Sa i përket debatit për numrin e deputetëve dhe ndryshimin e sistemit zgjedhor, Taran theksoi se kjo është një çështje që i përket vetëm Shqipërisë dhe qytetarëve të saj, duke mos qenë objektiv i ndërhyrjeve të OSBE-s. Absolutisht është pra një problemi shqiptarëve, në të cilët nuk duhet të hyjmë. 150, 250, 300 është problemi juaj dhe prap në çdo vend ka situata të ndryshme. Çdo vend duhet të vendosë vetë. Nuk është puna juaj për të komentuar këtë aspekt teknik. Diplomati francez u ndal edhe te diskutimet për një hartë të re territoriale, duke shprehur pasiguri nëse një reformë e tillë mund të realizohet para zgjedhjeve të ardhshme. Nuk jam i sigurt që do të shkoni me hartën e re territoriale. Nuk e di, deri tani nuk kam dëgjuar të jetë gati një hartë e re. Nuk është puna ime që të hyj në këtë debat. Ai komentoi gjithashtu pak kënaqësitë e partive të vogla për reformën zgjedhore, duke sjellë shembuj nga Shtetet e Bashkuara dhe Franca, ku sistemet politike dhe zgjedhore ndryshojnë sipas realiteteve të brendshme dhe konsiderohen pjesë normale e funksionimit demokratik. Në fund, ambasadori u ndal tek fakti që Shqipëria ndodhet prej rreth 35 vitesh në tranzicion, duke theksuar se ky proces nuk nënkupton mungesë zhvillimi. Tranzicioni nuk kupton mungesë zhvillimi, pasi ky është një proces i vazhdueshëm që ndodh edhe në vendet më të konsoliduara perëndimore. U shpreh Taran duke shtuar se reformat janë dinamike dhe të përhershme në çdo demokraci.